Bungee jumping është sporti ekstrem i hedhjes nga lartësitë mëdha me një litar elastik të lidhur rreth këmbëve. Një disiplinë shumë e përhapur në vitet e fundit, ku dozat e adrenalinës janë të jashtëzakonshme. Por a është gjithçka e mundur në epokën e wireless, pra funksionimit të aparaturave elektronike pa fije? Kjo është tema e eksperimentit të një skuadre studiuesish. Ky është dokumentari me gjatësi 3 minuta për të treguar një ide të jashtëzakonshme dhe të patestuar më parë, ndoshta një ide që shkon përtej çdo imagjinate. Gjithçka është krijuar si një reklam për IKEA në Belgjik. Giganti suedez i prodhimeve ka hedhur së fundmi në tregun e Europës Veriore dhe në Shtetet e Bashkuara një gamë të gjerë mobilje shtëpiake, të cilat kanë të integruar teknologjinë wireless. Eksperimenti realizohet me sukses. Hedhja nga platforma 60 metra e lartë tregoi se është mjaft e sigurt, edhe pse ende nuk ka ardhur koha për përdorim të gjerë. Gjithçka realizohet fal një sistemi kompleks me magnet që bën të mundur qëndrimin pezull në ajër të personit, duke mos lejuar që ai të përplaset në tokë. You did it, man! You did it!